Ballkani Perëndimor ka një rëndësi për Europën. Këtë linjë mbajti kryeministri Edi Rama në një intervistë për podcastin austriak East Side Stories, ku theksoi se anëtarësimi i Shqipërisë brenda vitit 2030 në Bashkimin Evropian nuk është thjesht një ambicie. Nuk e bëjmë këtë detyrë shtëpie për t'i kënaqur ata. E bëjmë këtë detyrë për të ndryshuar Shqipërinë dhe për ta bërë Shqipërinë më evropiane, më demokratike, më të bazuar në institucionet e veta dhe jo tek personalitetet e veta. Kreu i qeverisë u ndal dhe tek drejtësia e re, teksa theksoi se qeveria e tij po bën gjithçka që të mos cënohet pavarësia e saj, por gjithashtu pranoi se institucionet mund të bëjnë gabime. A është perfekte? Jo. A bëjnë gjithashtu gabime? Sigurisht që bëjnë, por në fund të ditës duhet të bëjmë gjithçka që të mos prekim pavarësinë që u kemi dhënë atyre. Kryeministri sqaroi dhe projektin e dhëndrit të presidentit të SBA Jared Kushner në ishullin e Sazanit. Ai tha se misia e tyre do të vijojë dhe përtej mandatit të Trump në krye të SBA. Ata erdhën, vizituan, e duan këtë vend, u kthyen dhe pastaj filluan të mendojnë se si të bëjnë diçka. Mendoj se ky është një investim dhe kjo është një miqësi që zgjat shumë kohë. Prandaj do të mbijetojë edhe pas Trumpit. Kështu që nuk është as pak një miqësi politike. Sa i përket përplasjeve në SBA mes Donald Trump dhe George Soros, Rama preferoi të mos jepte një koment. Megjithatë, theksoi se Shqipëria është mikpritëse ndaj miqve.